kur unë kam folë dhe herë tjera për ngjarjen e 20 janarit, një ngjarje që është pikërisht për turpin tuaj, partisë tuaj, por dhe të veprimeve të mos veprimeve tuaja. Jozefin, mos folë se është turp për ty të përmersh gardistët, po lema ledhës, nuk më tregoti mu. Dhe e para, ka 15 vjetë që pikërisht ky grup parlamentar flet për mu, për familjen time, për 20 janarin, për grupin e zjarrit dhe kush këta, që është e turpshme, që grupi zjarrit në gardën e Republikës as nuk ka ekzistuar ndonjëherë, as nuk është në asnjë lloj strukture dhe organigrame. Por shpikja që bët ju për të deviju gjitha ngjarje, atë situatë të turpshme dhe pikërisht ndaj meje, ndaj efektive të Gazës Republikës, ndaj Gazës Republikës atyre djemve, burrave dhe grave që i baltosët me pa drejt. Dhe e turpshme edhe për atë që sot del tu dhe folë Policinë e Shtetit. Vërtet, unë do të them gjithë kolegëve, po dhe gjithë mbare opinionit publik, në të vërtet nuk ka ekzistu kur një grup zjarri. Dhe ata që e bëni 20 janarin, i janë përgjegjës kryesor janë pikërisht këta këtu. Këta këtu, që me veprimet dhe mos veprimet e tyre, kriju një situatë tillë. Kriju një situatë të tillë që është turpi më i madh për këta.